Këtu është horoskopi i martë 18 nëntor 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Kjo ditë lë diçka për të dëshiruar, por vetëm sepse do të dëshironi të qëndroni diku tjetër, ka shumë detyrime, çështje të caktuara do të duhet të analizohen në detaje. Demi. Duhet të përpiqesh të pushosh më shumë, duke marrë përsipër problemet e të gjithëve nuk është zgjidhja e duhur. Vështirësi të vogla në familje, por duhet të vazhdojmë. Binjaket. Një situatë më e mirë për dashurinë që mund të lulëzoj ose të zgjohet në javët e ardhshme, do të keni më shumë kohë të u kushtoni ndjenjave. Së shpejti do të merrni një përgjigje që ju intereson shumë. Gaforia. Ditë nervoze për arsye të ndryshme, shumë gjëra për të bërë. Sa i përket dashurisë, ju jeni më të disponueshëm, pengesa ose vonesa për t'u marrë parasysh. Shpenzimet janë shumë. Luani. Ditë e mirë për t'u dashuruar ose thjesht për të rikuperuar dashurinë e humbur. Nëse do t'ju duhej të kalonit një test ose një provim, tani më së shumti është bërë. Virgjeresha. Çdo gjë që nuk funksionon duhet të mbyllet. Merrni gjërat ashtu siç vijnë, më mirë për ata që punojnë me publikun. Peshorja. Nervozizëm, nëse jeni duke përjetuar një ndryshim mbani mend që e doni ju. Mos e teproni sonte me kritikat ndaj vetes dhe të tjerëve. Akrepi. Në dashuri tani është e mundur të përjetoni ndjesi të veçanta, të mos humbni kohë me njerëz shumë të paqartë ose të largët. Ke një aftësi të shkëlqyer perceptuese që të lejon të kuptosh shpejt situatat dhe humorin e të tjerëve. Shigjetari. Ne duhet të harrojmë një zhgënjim të dashurisë. Shumë armiq përreth. Britsjapi. Krahasuar me disa javë më parë, kjo është një periudhë më e mirë, më e lehtë për t'u menaxhuar edhe në dashuri. Në kontekstin e punës, projektet favorizohen, por keni kujdes nga një afërm që është shumë ndërhyrës. Ujori. Ka nga ata që kërkojnë një shtëpi, duan të ndryshojnë mjedisin e tyre ose duhet ta bëjnë këtë, nevojat e tyre personale apo familjare po ndryshojnë. Kur të tjerëve ju pëlqen vendosmëria juaj, ata thonë se ju jeni i pamposhtur, kur nuk u shkon atyre u thonë se jeni kokfort. Peshqit. Gjithçka është në lëvizje. Në rast se ju keni qenë të sëmur, mungesë të justifikuar në dashuri, do të jetë e mundur të filloni përsëri në një mënyrë të madhe. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.